Vetëm një gjë që përdoren akoma këtu që është me të pritë skripa, që edhe çik më shumë krip se ç'duhet. Po mund ta porosisësh ti, I thua që që mund ta porosisësh herë tjetër. Se më pruni taf kosi di kisha marrë malli për taf kosi me mish qingji. Fantastike fare. I mean, çfarë fletër është. Por çfarë hani ju atje në Amerikë? Hamburgers. No. Çiko, është kuzhina ndryshe atje. Dhe ne kemi kënaqësinë që të shkojmë në vende, domethënë ka indian, ka restorante indian, meksikan, kinez, amerikan, me erza me. Domethënë është ka shumë gjëra që janë shumë domethënë ushqimi aty është sigurisht shumë i mirë, po këtu ka është kënaqësi. Tani ka 31 vjet që ke ikur dhe ke qenë këshilltar te Ministria e Bujqësisë, drejtor te Ministria e Bujqësisë. Tani, përsëri Berisha është 81 vjeç e shikon kryetar të Partisë Demokratike. Bën përshtypje kjo? Po, një farë qarkullimi dhe duhet ndodhi. Një farë qarkullimi në udhëheqje duhet ndodhi. Unë nuk jam gjendje as të shajës lavdëroj drejtuesit e pozitës apo të opozitës, sepse nuk e ndjej kaq nga afër politikën, po qarkullimi është i domosdoshëm dhe aty ke ne domethënë në Amerikë zgjidhet presidenti për 4 vjet, ndrohet, si thuat, leadershipi. Bideni ishte 16 vjet, shoku i fëmirisë. Po mirë, domethënë ai ka fituar zgjedhjet, domethënë zgjedhjet kanë bërë të pranueshme si duket, kanë fituar. E ka takuar ndonjëherë Ramën? E ka takuar para disa viteve, erdhi një herë tek ftuam ne për atë shkenca dhe erdhi. Takoi? Patyshim që u takuam dhe po shkëmbyer. Po më mend apo? Jo, e tha përpara të gjithëve, tha që un kam shkuar ke shtëpia e këtyre, tha kam qenë mik i veçantë i shtëpisë. Dgjoj, Rama Edi është një djalë ka qenë në kohën që ne kemi pas njohur dhe vazhdon të jetë, është një djalë i mrekullueshëm, i kulturuar, domethënë ishte vërtet mik i shtëpisë tonë. Dhe një gjë, Luka ka një portret të Lukës të bërë nga Edi, e ka aty në dhomë. Qa thua më? Se fotografohet dhe të ma jepër këtu? Kemi një nga kujtime më të bukura këtë. Thuaj Lukës një këtë, për të lagosh. Po jo, ti du ta kisha fotografuar këtë, ta kisha purur këtu. Do në Edi Rama ka bërë portret Lukës kur një dhe të shpi. Pa dyshim, Luka. Edhe ka bërë me një të kështu të veshur, se ka i denë sa bukur duket Luka në atë lloj portreti. Ma ka thënë Luka këtë, ma ka mbajtë fshet. Kështu që është diçka që, është. Po, këta profesorët tuaj, për shembull Xhepuka, ai ishte ministër, që ju e vlerësoni. Padyshim. Së është në politikë sot? Po. Ke shkuar ndonjëherë atje te Luka? Kam shkuar. Ne kishim përvetorin e fakultetit. Dhe drekën e bëm tek ferma Uka. Uka Farm. Edhe sigurisht ai bukur. Un kam respekt për gishtat besoj. Un kam lëpir gishtat atje që diçka mrekullueshme. Me xhepin njifem domethënë që nga fakulteti, ai ka respekt për mua, un kam respekt i jashtëzakonshëm për të, kështu që ka bëri një përpjekje për të rikthyer në politik, po nuk po tash këto janë të brendshme këtu, unë jam komplet jashtë gjërave që ndodhin këtu, kështu që. Për ta mbyllur do të bëj një pyetje edhe për Amerikën, se këtu ndonjëherë kështu sulmohet ambasadori amerikan. Duhet jemi ne sovranistë, kemi ne këtë luksin? Shiko, politika jashme e Amerikës është politika e një vendi të madh që në radhë të parë mbron interesat e Amerikës. Tash nga ripamja, unë si qytetar i Amerikës, unë suportoj e mbështes atë lloj politike nga gjitha anët. Nuk diskutohet. Vendet e tjera, në varësi, duke përfshirë edhe Shqipërinë, duhet ta bëjnë politikën e tyre në një varësi të tillë që, si thuaç, shkon. Unë për vetëm time do kisha shumë dëshirë që politika shqiptare të ishe e akorduar me politikën amerikane, siç është aktualisht. Gjë që shumë pozitive për mendimin tim, sepse krijon një farë mbështetje të cilën ky kamp nuk e ka pasur ndonjëherë. Evropa na mbështet, po historikisht edhe s'na ka mbështetur. Ka qenë Amerika ajo që ndërhyri për themelimin e shtetit shqiptar dhe themelimin e shtetit Kosovës. Dhe që ka qenë Amerika ajo që shiroi Kosovën. Ka qenë Amerika ajo që na zgjendur në çdo moment të vështirë të kohës historisë tonë. Ne jemi një vend me një traditë jashtëzakonshme, me një histori të jashtëzakonshme, me një gjuhë që është vërtet unike. Me një gjuhë që mua më vjen jashtëzakonisht keq që ne nuk kemi gjuhëtar të cilët janë vërtet doktor shkencash
të botojnë tek nature-i, tek science-i, për këtë gjuhë të mrekullueshme që kemi, për këtë histori të jashtëzakonshme që kemi. Elenat janë më të hershëm, romakët janë më të hershëm, ne jemi nën ta. Ilirët janë përpara tyre. Historia para helenike dhe para romake duhet jetë fokusi i historianëve tanë. Aty ne duhet të qëndrojmë dhe duhet të themi, shiko, ne kemi një traditë, kemi një domethënie të jashtëzakonshme. Si sa dhe Macroni ku erdhi këtu, ju keni qenë këtu në Evropë për mira vite. Dhe ai nuk e thot kot, sepse kjo është e vërteta, ne kemi qenë këtu. Pastaj kemi një gjuhë të mrekullueshme. Se si investohet në këto lloj drejtimi? Kur ishim ne këtu, serbët ishin akoma në pemë. Po lëre serbët janë nuk janë më të hershëm, nuk po flas për ju tha diçka shumë të rëndësishme, që duhet ta bëjnë gjutarë, shkencëtorë, dhe të botojnë në revistat që ju përmendën. Atje, edhe atje. Jo në Facebook. Jo në Facebook. Nuk është vënë në Facebook. Betejë po bëhet në Facebook tu. Betejë në Facebook është komplet, është një nga gjërat që më bën mua të qesh me lot. Sepse në fakt nuk është kështu, nuk bëhet shkenca në Facebook. Pastaj nuk bëhet shkenca nga njerëz që nuk kanë shkenca në Facebook. E kuptoni? Nuk bëhet shkenca në Facebook. Çfarë thot profesor Niko Qafoku, nuk bëhet shkenca në Facebook dhe duhet botojnë në revista shkencore. Ke bërë thirrjen më të bukur në këtë bisedë. Po, padyshim, nuk ka, aty duket ajo sa këll që ke. Mua nuk më pyet njëri çfarë shkruaj dje në Facebook apo në LinkedIn apo në ResearchGate ku nga kisha marrë tjetër. Mua më pyesin, ore, ku e ke botuar ti, çfarë impakt faktore ka ajo? Po, çfarë. Ne tash sapo po botojmë ja pas disa ditëve del një botim tek Nature Sustainability që ka impakt faktorin 32-35. Domethënë, kjo është ajo gjë që na kërkohet neve, dhe unë këtë frym kërkoj që të futet edhe këtu në Shqipëri. Nuk bëhet debate shkencor në Facebook, në media, no. Rrjetet sociale. Është gabim, rrjetet sociale, është gabim total. Edhe pastaj bëhet nga njerëz që mbarojnë doktoratën. Duhet mbarosh doktoratën, kjo do të thotë që të kesh botuar artikuj shkencor nga revistat që janë të pranuara nga komuniteti shkencor, që kalojnë nëpërmjet asaj analizat që ne e quajmë peer reviewed, që është double blinded. Domethënë kur unë çoj një botim për ta botuar, ai që më bën review-n mua, që më bën recensën, nuk e di se kush është autori. Ai bën vetëm recensën dhe thotë që kjo është shkencore, kjo nuk është, këtu duhet rregulluar, këtu duhet bërë kjo punë. Dhe unë marr 3-4 nga këto, mi dërgojnë mua dhe unë rishkruaj artikullin edhe çoj prapë për ta botuar. Sa bukur kjo. Edhe kjo ideja e këtyre gjuhës shqipe, gjitha këtyre gjëra, aty duhet të kalojnë nëpërmjet atë rrjetit, dhe ndryshe nuk mund të flitet për shkencë. Profesor, u kënaqja shumë. Edhe unë kënaqja. E kam shijuar aq shumë këtë intervistë për shumë arsye, domethënë je një model se si një shqiptar duhet të arrijë me punë dhe me talent, sigurisht të dyja të ndërthura, atë që ju keni arritur. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi ime Roland. Edhe mbjemi Qafoku. Edhe mbjemi Qafoku. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni për sot nga Roland Qafoku, mirupafshim.